Maqedonia e ka ullë të vëshin e ka në 5. Shteti Maqedonës për çdo turist që fut në territorin e Maqedonisë e subvencionon subjektin, pritës. Shqipëria e ka ullë të vëshin. Shqipëria sot po bën bombë turistik, dhe më thonë, si në turizmin e Bregdetit, shërbime, po edhe malor. Dhe që ndodhë të shi, ne nuk themi që unë ka vite që kom luftuar me fjale dhe në takime me grupet parlamentare, me ministrin, me ministrat, jo vetëm me këtë ministrin, për edhe para 4 vjetë me fjale, me ministrin tjetër, që të ullet të vësheja. Pse mos të ullet të vësheja në 8%? Nuk kërkojmë 5%, ullet 8%. Dhe do rritet sfera e interesis e prurjes e turizme. Dhe do ketë qarkullim më të madh, do ketë zhvillim më të madh, dhe arka shtetit me do mos do mushet më shumë se sa tash.